LDK-ja mas ajde disa jave do të ke partner e qeverisjes e zotëri Kurtit. Po, mund t'jetë. Edhe ajo e Pas disa Çollak, a Edhe ajo ekziston. mundësinë e riformatimit të qeverisë me LDK? Pse jo, me 4-3 ministri ajo bëhet. Baba mës më pas sa të fuqia. Ajo bëhet. Jo, po them, a e le këtë mundësi të hapur? Se Cila është arsyeja me e bom? A kujtohet këto kur Rama tha s'bëhet kjo. Cila është arsyeja? Po pse me ndo pushtet? Se ndonë vice-presidentin nëse më do rrjedhë. Kurti e bën edhe një sen. Se i vjen edhe do deputet për me bo president. Jo, vice-presidentin ja jap. Nëse ai LDK-n LDK nuk kemi vish për presidentin. po nëse LDK-n e shtën qeverisje, LDK-ja le të Ka flatë. nëse Lumiri ka up kish shpresa që kanë ai fare suksesin politik. Unë jemi bindëm që koalicion të madh qeveritar. Ashtu kështu as kryetar nuk dia ku nuk kanë edhe 4 vjet. Kurti nuk ndan pushtet se do të me zgjedh presidentin. Këtë gjë harrojeni. Ta ka konfirmuar sot. Po Nuk vice-presidenti. ndan pushtet. Ai mund të thonë pushtet. Po vice-presidenti. Merrni vice-presidentin, ashtu mund të thonë që ja votoj. Po, jo mendoj, po është ndonjë problem. Po. Por pse me votu vetvendosë presidentin e LDK-s? Për çka? Si siguron 80 me shpile vota. dhe kënë krejt. I siguron 80 vota. Jo, se shtrin koalicion. Që më thot krenari, vice-presidentin, jo me hinë qeveri, me në opozit. Marrë më na urua një herë president.